Shikues të radio televizionit të UTE, ja kur i kthejmë në studio, qëndrojmë në pjesën e dytë të emisionit të mëngjesit Ditë e Re, ku tashmë do të vijojmë me temën dhe të ftuarit e këtij mëngjesi. Sot kemi nderin dhe kënaqësinë të kemi profesorin e gjuhës gjermane Artan Kurti dhe dy nxënës Arman Limanbegu dhe Elisa Maniq, ku do të flasim për pjesëmarrjen e tyre në garat shtetërore në gjuhën gjermane ditë më parë në qytetin e Podgoricës. Mirëmëngjesi dhe faleminderit që jeni sot me neve. Mirëmëngjesi. Mirë se erdhët dhe ju urojmë shumë suksese. Na tregoni pak si profesor, si ishte kjo pjesëmarrja e nxënësve në garat të gjuhës gjermane, sa kohë i duhet për t'u përgatitur dhe sa vështirë ishte kjo për ta? Përshëndetje të gjithëve, përshëndetje të gjithë shikuesve. Do më thënë, kemi pas kënaqësi që sot kemi dy nxënës shumë të mirë të cilat e dinë gjuhën gjermane. Koha gjermanisht, do më thënë, në shkollën tonë ishte gjithmonë një pjesë shumë e mirë dhe na vjen shumë mirë se kemi disa kohë, ndoshta 1 vit, 2 vite që s'kemi pas suksese të tilla, ndoshta në ulqen jam mësu të kemi gjithmonë vendet e para dhe të jemi gjithmonë më të mirë në gjuhën gjermane. Dhe për këtë arsye na ka ardhur një kënaqësi shumë e madhe kur Armani dhe disa nxënës tjerë janë ende të shkëlqyeshëm dhe na motivojnë më shumë të japim maksimumin ton që ato të bëhen më të mirë në gjuhën gjermane. Duhet shumë kohë si gjuhë të mësohet, por ne kemi pas si traditë përpara që gjuha gjermane të mësohet edhe të shikohet në televizor. Kemi pas turistë nga Gjermania, tashmë është kthyer koha dhe kemi përsëri nga Gjermania dhe nuk jam dakord me disa prindër kur thonë duhet ta dim vetëm gjuhën angleze. Është shumë e vërtetë që gjuha angleze është numër 1, por në Evropë ato më së shumti thonë a dini më ndonjë gjuhë tjetër, jo vetëm gjuhën angleze, a dini edhe disa gjuhë tjera. Sa më shumë gjuhë që të mësosh, atëherë je edhe më i vlerësuar. Dhe e kemi lehtë komunikimin dhe studimet, punën dhe gjitha gjërat tjera. Le të ndalemi pak tek Armani. Arman, na trego cilat ishin sfidat në këtë garë dhe si te i kalova ata, si u ndjevët? Ato sfidat në të cilën ka qenë si më të mëdha ka qenë më parë koha, se ajo koha që na kanë ka qenë pak më shkurt për më shumë me shut temën e për më shumë me bë dëgjimin atana. Por edhe sfida tjetër që kanë qenë këta nxënësat që kanë jetuar veç në Gjermani, edhe ata kanë pas shumë më lehtë komunikimin e ndëgjimin, se ata veç janë mësu me tonë ata. Cila ishte tema që ti përzgjedhe? Tema që unë kam zgjedhur ka qenë tema që ju e keni shkruar dhe e keni bërë në gjuhën gjermane. Për temën që unë kam shkruar ka qenë që ta kanë përshto me teza, edhe ato më parë kanë qenë të fol se në si shkën shkollë, cilat janë këta mësendet në të cilën pëlqejnë më tepër për atë ke shkolla. Edhe më vonë ka qenë se më çfarë shkruan për hobi, çfarë bën edhe mas shkollës kur ta këshysh. Elisa, për ty si ishte kjo përvojë? Unë gjithashtu kam marrë pjesë në këta gara shtetërore, ka qenë një eksperiencë shumë e bukur. Garat nuk kanë qenë shumë të vështira, por mirë. Kam kaluar shumë bukur edhe gjuha gjermane më pëlqen shumë dhe shpresoj që në të ardhmen kam u përmirësuar edhe më mirë. Profesor, na tregoni çfarë i bën kaq të rëndësishme këto gara shtetërore për gjuhën gjermane? Po të themi ajo puna që bëm 4 vite, ndoshta nuk shihet gjatë 4 viteve, ne kemi shumë projekte të ndryshme që bëjmë së bashku dhe jemi si një shkollë, mund të lëvdohemi si shkollë në 1000 shkolla në botë më të mira, të cilat jemi me programin Goethe, dhe gjitha ato kurse online, gjitha ato projekte, gjitha ato gjëra që bëhen gjatë orës mësimit, ndoshta në këtë garën deri diku shihet ajo puna jonë që kemi bërë. Nuk janë të rëndësishme si garë ku të fitohen, por nuk do të thotë se edhe nëse nuk fitohet në atë vit, si për shembull dhe kemi pas edhe një nxënës Sarën, do të përmendim edhe atë, një nxënëse shumë e mirë, shkëlqyeshme, por nuk mundi për shkak të gripit sezonal. Dhe janë shumë keq 4 vite që ka punuar, nuk mundi të shfrytëzojë në një garë, por do të kenë edhe gara tjera, kështu që nuk është Patjetër do të ketë edhe mundësi të tjera. Nuk mund të rikuperohet në të ardhmen.
Sa vite ju e mësoni gjuhën gjermane dhe kur e keni përvetësuar mirë? Tash, unë e gjuhën gjermane kam fillu qysh në moshën që ma heret mi mësu, se ka qenë ma tepër atërën të shiku televizja. Do të thot televizionit ka ndihmuar. Televizja më ka ndihmu, për ma tepër më ka ndihmu ma vonë edhe shkolla, që kur e ka pa arsimtari jonë, mentori Artani, kur në ka pas që kena pas vullnet për me mësu gjuhë edhe ka pas që dona me mësu gjermanishten, atëherë në ka ba për me ushtru ma tepër e ma tajper që për me arrit tash si ko jena, ku kena kry fitet e kena kry shumë projektet ndryshme. Elisa, të pëlqen të gjuha gjermane më tepër se gjuhët e tjera ndoshta? Po, gjuha gjermane më pëlqen njësej si edhe gjuhë tjera. Kam fillu me mësu që në klasën e 6, edhe më unë kam fillu me marrë pjesë në për kurse, gara. Cila ishte pjesa më e vështirë në gara kësaj radhe? Pa pjesa më e vështirë që ka qenë aty ka qenë më tepër gramatika, se në gramatika aty duhesh me ditë rregullat tana e nuk mundesh të shku dhe njëherë edhe veç me vesh nëse i shkën mundet me dalë edhe keq gramatika, par aja veç një të kam pas shumë vështirë. Po për ty, Elisa? Edhe unë njësej gramatikën e kam pas më vështirë, e këta tjerat kanë qenë malet. Profesor, cilat janë ato këshilla që gjithmonë i jepni nxënësve tuaj kur nisen për në gara apo kanë diçka të tillë? Çfarë duhet të kenë më tepër ato parasysh përveç asaj që ato njohin tash me gjuhën gjermane? Po, e vërtet ata njohin gjuhën, por këshilla më e mirë është që ato të fokusohen dhe mos të kenë stres në të kuptimin që ata të humbin gjitha ato gjëra që i dinë, por to kanë shkuar të përgatitur. Testi nuk është aq real, të themi, sepse është një test shumë më i vështirë me nivelin që kemi ne në shkollën fillore, është një test që bëhet për gati për gjimnas, dhe këta duhen të mësojnë 2 fish me tepër, dhe ne kemi vetëm 2 orë në javë. Domethënë, to mësojnë shumë me tepër se sa një nxënës i cili mëson ndoshta në shkollë. Domethënë, duhet shumë me tepër përgatitje, shumë me tepër i fokusuar, dhe një ditë qëllon, domethënë, edhe në gjuhën shqipe nëse nuk e ndëgjohemi tekst me vëmendje, ne humbim vëmendjen dhe duhet të përgjigjemi aty në pyetje. E jo në gjuhë të huaj, të koncentrohemi dhe të bëjmë disa ushtrime. Si ishin këto gara për këto nxënës në gjuhën gjermane? Kishin të përbërë nga juria patjetër, si ishte vlerësimi? To bëhen me test, në mënyrë testimi, me 100 pikë, ku ato vlerësohen pastaj nga juria e profesorëve nga Universiteti i Nikshishit, dhe pastaj unë jam i bindur gjithmonë kur e bëm testin, ishte edhe pjesa me gojë, dhe aty i them ju do të vini edhe javën tjetër sepse bëhet mbasi javës dhe di se duhet të jeni ndër 10 nxënësët më të mirë, dhe kam gjithmonë shpresën aty edhe përpara, dhe për këtë arsye ato përgatiten pastaj edhe me gojë, ku edhe pyeten në podgorisë përsëri 5 nxënësit më të mirë, të cilët kanë arritur një sukses më të mirë gjatë testit, dhe aty ata kompletojnë testimin, të themi ashtu. E shifni veten që do të vazhdoni edhe më gjatë gjuhën gjermane dhe këto gara dhe mësimin e saj? Pa, unë gjuhën gjermane përgjithmonë kam pas qef mi mësu, edhe mjashtu kam e qenë deri kur t'i kry komplet ta kurset në të cilën ka për me ba për gjermanisht, se veç e di që më pëlqen kjo gjuhë, edhe veç e di që duhem i përvetësu ma tepër. Të urojmë shumë sukses. Elisa, po ti? Edhe unë kam qef që në të ardhmen me vazhdu me mësu gjermanisht, me marrë pjesë në ma shumë gara edhe kurse, që me i përmirësu gjuhën edhe me mësu ma shumë fjallë të reja. Të urojmë suksese edhe ty. Profesor, cilat do të jenë ato gara, nëse mund të them, apo pjesëmarrje të tjera që pritet të jenë në gjuhën gjermane? Unë ende si kam lëshuar të ikin gjimnas në shkollë të mesme, për arsye se kemi edhe disa projekte që jemi duke bërë, kemi bërë disa podcaste me Goethen, dhe ende i mbaj në kontakt të thejmë ashtu, edhe kur janë gjimnas me projekte tjera, por shpresoj se këta ju këshilloj, dhe shpresoj që një gjimnas do të vazhdojnë edhe me gjatë, do të japin kontributin edhe tyre edhe me tepër, dhe kemi projekte të ndryshme, tani për tani dhe projekte gjithashtu fit që e krymë në shkollën tonë, certifikatën, por të themi të përfundojmë edhe këtë podcast
projektin, i cili shumë dhe do të dalë së shpejti në disa muaj, ku nxënësit tanë, Armani dhe disa të tjerë nga klasa e tyre, do të ta publikojnë nga këtë instituti, dhe më thënë së shpejti. E shifni që brezi ri nxënësit kanë interesim për gjuhën gjermane dhe kanë talent për ta mësuar gjuhën? Ka interesim, por jo si përpara, me qenë se gjuha angleze tashmë është bë numër 1, por jo vetëm numër 1, ka qenë edhe numër 1, por tashmë është bë edhe numër 2, të themi ashtu, dhe janë të fokusuar vetëm në një gjuhë, por mendoj se ka gjithmonë edhe për gjuhë të dytë, ku kemi gjithmonë talente si Armani, si Elisa dhe të tjerë, të cilat kanë dëshirë jo vetëm gjuhën gjermane, por edhe gjuhë të tjera, italiane, apo çfarë do gjuhë të jetë të huaj, dhe besoj se do të ketë suksese gjithashtu edhe në të ardhmen. Patjetër, ne ju urojmë shumë suksese. Faleminderit që ishit pjesë e emisionit të mëngjesit, pa dashur të ju marrim shumë kohë sepse jeni shkëputur ndoshta edhe nga orët mësimore. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit.